Mund të themi se ishte një nga mbrëmjet më të paharrueshme që kemi kaluar ndonjëherë. Çdo gjë e organizuar mjaft mirë dhe përkujdesja e dashamirësia na rrethonte vazhdimisht. Edhe pse mbrëmja gala u mbyll në orët e mesnatës, shkodranët tanë nuk mjaftohen me aq. Me sa duket, malli dashuria për Shkodrën, edhe pas pak ditëve të larguar, shprehet në mënyrën më origjinale në Elverum. Ormat bukra me ty kam kalu, krate tu ju moli. O sa prasa kujtime ka vrenjece, me qërani dhe mosët me onda. Syri ha se qika pa. U mësua me surpriza në Norvegji dhe çdo lindje dielli por ne përkthehet me një vend të ri që do e vizitojmë. Kësaj radhe do të vizitojmë një vend tejet veçantë, Muzeun e Pyjeve. Është një nga vendet më shumë të vizituara këtu. Këtë e tregon më së miri dhe fluksi njerëzve. Muzeu Norvegjiz i Pylltarisë, ANO, ndodhet në Elverum dhe është një muze historie, natyre dhe kulture. Me përgjegjësi kombëtare për industrinë e gjuetisë, kurtheve, peshkimit, sportit, peshkimit të brendshëm, pyjeve, pylltarisë dhe industrisë pyjore, si dhe menaxhimin e natyrës apo dhe jetën në natyrë në një kuptim të gjerë. Muzeu ndodhet në Glomma, në jug të qendrës së Elverumit. Aktiviteti drejtohet nga një ndërtesë muzeu me ekspozita, një akuarium me ujë të ëmbël dhe një bibliotekë të specializuar. Ideja e krijimit të një muzeu pyjor në Norvegji u përmend për herë të parë gjatë ekspozitës jubile në Frogner në vitin 1914. Disa materiale ju lanë Muzeut Folklorik Norvegjez. Ky institucion nuk arriti kur të krijonte ndonjë departament që lidhej me pylltarinë. Pas vitit 1945, pylltaria dhe industria pyjore u karakterizuan nga një bum me aktivitet të madh dhe mekanizim të shpejt. Në vitin 1953, aktor biznesi dhe organizata me natyrën e egër norvegjeze si fushë të aktivitetit të tyre, organizuan një ekspozitë të madhe pyjore në Muzeun Glomdal në Elverum. Për ta vënë të re në perspektivë, u mblodhen edhe disa materiale më të vjetra nga pylltaria, gjuetia dhe peshkimi në ujëra të ëmbla. Interesi publik ishte i madh. Në vjeshtën e vitit 1954, organizatorët rënë dakord të krijonin një muze. Bashkia e Elverumit i vuri në dispozicion institucionit të ri Presojan 50 akrash në Glomma, pak në juglindje të muzeut Glomdal. Në vitin 1961, Tore Fossum, një kandidat për pylltari, mori pozicionin e menaxherit të muzeut. Gjatë kohës së tij, muzeu mori përsipër fillimisht Klokke Garden në Elverum, me zyra në shtëpitë e fermës, ekspozita në ndërtesën e ambarit dhe salla takimesh në depo. Një ndërtesë e madhe muzeale, rezistente ndaj zjarrit me ekspozita, dhoma magazinimi dhe zyra u përfundua në vitin 1970 sipas vizatimeve të arkitektit Terje Torstensen. Gjatë viteve 1970, muzeu zhvilloi oferta edukative të përshtatura me planifikimin e sistemit shkollor dhe në vitin 1979, akuariumi nga mali në breg, në vitin 91 muzeu zgjerua përsëri, këtë herë 40x4 metra në 3 nivele.
Nga viti 2003, Muzeu Norvegjez i Pyjeve dhe Muzeu Industrial Klefos, i cili është i bazuar në një fabrikë të vjetër letre, u bashkuan në emrin Muzeu Norvegjez i Pyjeve. Klefos do të operohet deri në vitin 2020 në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë Norvegjeze të Trashëgimisë Kulturore. Nga fillimi i vitit 2009-2010, shumica e muzeve me staf në Hedmark, që morën mbështetje operative nga Ministria e Kulturës, u bashkuan në një administrim të përbashkët. Së pari si Muzeu i Qarkut Hedmark, nga viti 2014, Muzeu ANO, i cili ka përgjegjësi operative për Muzeun e Pyjeve dhe 5 departamentet të tjera me mbi 20 vende të ndryshme për vizitor. Muzeu ka ekspozita të përhershme dhe ekspozita të përkohshme brenda fushave të ndryshme tematike të muzeut. Galeria e Artit e muzeut paraqet ekspozita të ndryshme gjatë gjithë vitit. Dalim për të parë ambientin rreth godinës qendrore të muzeut. Grupin ton e udhëhiq Kastrioti, i cili fillimisht rrëfen hartën e ishullit tek i cili do të bëjmë një vizitë të shkurtër. Pra ajo harta e ishullit dhe liçes. A ecim avash? Po. Duke parë këto detaje të formave me të cilat arktojnë fëmijët dhe të rriturit, e kuptojmë se në çfarë realiteti do të hymë. Muzeu i Pyjeve Norvegjez ANO ka 67 ndërtesa antike. Ndërtesat janë të vendosura midis ndërtesës së muzeut dhe lumit në lidhje me natyrën, zonën me këndin e lojrave, punishte nevrojit, parkun e lumit dhe kullën e vrojtimit të zjarrit. Në Prestoja, në Glomma, ka disa kasolle të vjetra dhe kasolle pyjore. Kjo pra është një shtëpi kozet që ka të ba për fëmijë. Edhe modeli i vjetër është modeli i hapur sipër, po tymi mas lexohesh këtu domethënë ti je lart, edhe në momentin që marrën zjarmi e ulin e kanë si kapanxhe dhe mbyllin. Pra kanë dikur është. Sikur kanë dikur. Rreth kësaj ndërtese kryesore është një muze në ajër të hapur me shtëpi të vjetra, një park lumor dhe një pellg me peshk. Ditët nordike të gjuetisë dhe peshkimit mbahen në muze çdo vit. Me mbështetjen e industrisë pyjore, u ndërtua një urë varëse për në ishull, atje ku menaxherët e parë, arkeologët, krijuan një muze në ajër të hapur me banesa të ndryshme që ishin përdorur gjatë punës pyjore, gjuetisë dhe peshkimit në të njëjtën kohë. Ata organizuan edhe mbledhjen e objekteve.
Por ne do të ndalemi te një detaj që na bëri shumë përshtypje. Edhe pse shiu ishte i pranishëm pothuajse çdo ditë, kjo nuk i pengonte familjet e reja norvegjeze të sillnin fëmijët e tyre të vegjël këtu. Shfrytëzojnë ditën e diel për t'i sjellë voglushët dhe për t'u mësuar jetën në pyll. Në fakt, dashuria për pyllin mësohet që në vogli të hershme. Këtu je totalisht larg teknologjisë. Fëmijët mësojnë se si të peshkojnë, të njohin elementet e natyrës dhe të dinë të jetojnë pranë saj. Këtu dhe lojrat bëhen në natyrë, me ato mjete që të ofron jeta e gër, larg qendrave të civilizuara. Kjo është një eksperiencë mjaft e mirë për të marrë si model dhe në vendin tonë. Ka mjaft pyje dhe zona të gjelbëruara, po rrallë she prindër me fëmijë të vegjël. Në fakt, duhet ndërtuar edhe një infrastrukturë e mirë, dhe pse jo, zona të plotëzuara të ktheheshin territore të një muzeu për pyjet. Pas një vizite të shkurtër që na emocionoi tej mase, rikthehemi në qendrën e muzeut, aty ku në hollin kryesor do të nisë një shfaqje tjetër, një bande muzikore norvegjeze. Vlen për t'u përgëzuar alternimi që kanë menduar mes vizitave në vende të ndryshme dhe mundësisë që u jepet bandave të interpretojnë jo vetëm në skenën e një festivali, por dhe në mjaft ambiente të tjera publiku, ku krijohen kushte të përshtatshme për mbarvajtjen e këtyre shfaqjeve. Rruga e kthimit në Lillehammer do të bëhej shoqëruar me shiun. Kemi fotografuar shumë, përjetuar emocione, biseda interesante, gjëra që nuk i dini më parë. Ka kaq shumë tema bisedash për të zhvilluar, por edhe lodhur pak, ishin 2 ditë të jetë aktive dhe kur për një moment ndalesh, e kupton lodhjen. Jemi në ditën e fundit të qëndrimit në Norvegji, Lillehammer. Një javë ka kaluar si pa e kuptuar. Jemi shumë kureshtar për të mësuar se si e kanë përjetuar miq tan këtë udhim. Pari, shumë faleminderit Kozeta për gjithë sportivitetin tënd, që i kap çdo moment kaq të bukur të kësaj jave, që me të vërtetë ka qenë shumë e shkurtër për ne, por nga ana tjetër ka qenë shumë e ngarkuar me një larmi aktivitetesh edhe momentesh të cilët na kanë dhënë shumë emocion dhe kënaqësi. Nuk kishte si mund të ndodhte ndryshe. Tashmë na ishim për herën e 5 dhe për herën e 5 të vulosëm edhe këtë radhë që festivali është një kënaqësi, një emocion, një arritje shumë e madhe për këto të ri, për familjet e tyre. Është arritje për ne si stafi dhëdor, për stafin e bandës edhe për gjithë secilin për nesh. Por megjithatë është mesazhi i rëndësishëm i përfshirjes sociale nëpërmjet artit, muzikës, duke kthyer Shkodrën në një model pozitiv të përfshirjes sociale si modeli më i mirë, jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë Ballkanin. Udhëtimi na shkoi shumë mirë,
Shumë mirë, edhe jena knau, s'kena pas shumë gjona të bukra. Aktiviteti shkej shumë mirë. Dhimi shumë i bukur, pëlqyjnë tona, e të Norvegjia bukur, edhe kur kena shku në pyll, ishin prallat bukra, lërat bukra, shpjegimin. Kena kalu shumë mirë në Norvegji, e faneraj shumë Suele Luigjin, e Kastriotin e Bojanin e tanë, e Prestorat, Bekin edhe Fationin e Bojanin e tanë një pashnesë shumë. Jena knaq, kena kalu mirë, edhe teatri social na ka kalu mirë, muzeumi. Si e ka pse bëri më shumë përshtypje aty? Atë ajo polar, ai bari. Riu Polar, edhe unë e bëra një foto, wow, si ishte fantastike. Meta i surprizum nga dashamirësia e tij, megjithëse se ne shikoshim edhe takoshim këtë person për herë të parë. Ai u tregu shumë i këndshëm, shumë i hapur. Biseda mori një po themi drejtim shumë interesant për faktin që ne mendojmë që kemi vetëm ne problematika dhe sfida, por nga ana tjetër edhe këtu në Norvegji pushteti lokal kishte sfidat e veta, edhe do thosha që sfidat nga njëherë janë edhe të përbashkëta dhe të ngjashme. Do të ishte mirë që në të ardhmen ne gjeshim rrugë bashkëpunimit, sepse ai kryetari i bashkisë mori një ftesë nga zonja Teuta Shala për të vizituar Shkodrën, por edhe për të pasur mundësi bashkëpunim, që shpresojmë që vitin e ardhshëm, në pranver vitet të ardhshëm kemi mundësi ta kemi kryetarin e bashkisë Lillehammer në Shkodër. Festivali ishte i bukur shumë, ushqimet e mira, edhe hoteli tjetër ishte super i mirë. Po, mendoj që unë njohe, më duket se unë njohe me njërin, ke kërcyer apo jo? Po, ti korrën e edhe më tha rritha në Norvegji tha. Të mbani këtë miqësi, si thua ti? Po, do ta marrim fort për jo pak. Uftimi ka qenë shumë i bukur, jena kënaq te koncerti, falenderoj Luigjin, Kastriotin, Falkun edhe Suelen. Allah shpresoj që do të vim prapë këtu ne. Ja ku kemi nënën edhe vajzën, do donim një përshtypje, po e para Silvi duke na ndihmuar pak nënën, pra duke na thënë se çfarë konkretisht. Njëherë ke shndritur njëherë me fustane, me interpretime, me të gjitha gjërat, ke bërë një përshtypje shumë të mirë. Ti vetë si e ke kaluar? Kaluar mirë. Kaluar mirë, ka shumë nash, të ka nash. Në shumë i mirë për ta për juve. Jam knaqë, thot, është e 5-ta herë që vi këto. Është e 5-ta herë që vi në Norvegji. Jena shumë të lumtur, shumë të knaqën. Unë shumë i mirë për juve tanë. Jam knaqën me të tanë, në stafin, me kastriotën me të tanë. Okej, gjëja që i kam betur e para në mendje. Çfarë kam betur e para gjë në mendje që thua wow, aty ishte shumë bukur. Aty nata e fesë, nata e fesës, a? Po pse të pëlqeu nata e fesës? Çfarë kishte nata e fesës? Pesha edhe në këtu, në peshën e Kotaj. Koncerti e jona, edhe të tanë pas. Edhe ti ishe shumë e bukur aty, edhe ke kërcyer tërkanë, je kënaqur. Unë shumë shumë. Mirë, ta marrim pak mami tënd, atëherë si prind, duam të dimë edhe opinionin e prindit. Na si prind dihet se kena atë vështirësinë tonë, po na jena shumë të kënaqur, qysh se është hapë banda dhe dorë fjala, është e 5-ta herë që vim në Norvegji. Për ne është një kënaqësi e madhe, për fëmijët me si shoqënojmë, ka një organizim tepër të mirë, jena shumë të kënaqur. Po, është pak e lodhshëm për ju si prindër se detyroni të rinjtë të kanë, por nga ana tjetër edhe lëvizni pak, dilni pak nga ambienti. Po kur i shohim fëmin lumtur, edhe na jena të lumtur karshitëne, jena tepër të lumtur. Ba një thirrje tonë prindja që e kanë këtë fat të mirë të thush, që mas t'i mojnë të myrë, t'i qesin në për aktivitete, në për koncerte, në për asëshit se marrin zhvillimin edhe ma të mirë edhe kanë kënaqësinë e tyre me tanë mjella. Ne kemi muzikantë të cilët losin të gjithë instrumentet, ndërkohë që bandat norvegjese këtu, me gjithë respektin shumë të madh për punën e tyre të madhe, ato kanë gjithmonë banda të integruara. Çfarë do të thotë kjo? Kanë elementet e specialistëve, 3-4 element muzikantë i fusin
trup edhe ato mbajnë peshën kryesore, ndërsa tek banda jonë kjo gjë nuk është e mundur, sepse jemi fokusuar vetëm pikërisht tek muzikantët me aftësi të kufizuara. Festivali na dha një kënaqësi të madhe sepse e vetmja band që mori një çmim të veçantë, e cila ishte çmimi i Nderit, u dha për trupën tonë, e cila përkohte dhe njëkohësisht me rastin e 20 vjetorit të kësaj trupës tonë. Po ju vlerësuat edhe realisht na ka befasuar vëmendje e madhe që mori dhe dorë vlerësimi që u bë në mënyrë publike dhe mjaft e hijshme dhe dinjitoze në skenën e shfaqjes në natën finale. Si u ndjet në skenë, pasi me sa kuptuam për ju ishte surprizë dhënia e këtij çmimi. Po, ishte një surprizë, në fakt vërtetë nuk disha që ne do të na uruhej një surprizë, një moment emocional kaq i veçantë, sepse të marrësh vlerësim në një vend të tillë është një gjë e jashtëzakonshme. Unë kur më thanë që është vendos që çmimi i Nderit t'i jepet bandës tonë, sinqerisht njeva mjaft emocion, por nga ana tjetër pash që këta njerëz domethënë dinë edhe të vlerësojnë, jo vetëm të mbështesin financiarisht, që të ecesh edhe të forcohesh edhe të bash hapa tu i qëndrueshëm, por gjithjetën ata gjenë mënyrën se si të nderojnë, se si të mbështesin, se si të motivojnë në mënyrë që ne ta majmë këtë bandë në kam edhe të ecim përpara për të vazhduar atë qëllimin fisnik të saj, siç është përfshirja sociale. Unë është viti 2 që vi në Norvegji edhe jam shumë kënaqur për banda muzikore që kanë heqë përpara, njerëz të spektaktor, kanë bërë trokitjet të tonë për ne. Unë ime më të lumtur mbuhet s'ka, në thënë drejtën. Mbrëmje me ke kërcyer ti? Atë mbrëmje unë kam kërcyer me ty, në kozetën. Ka kënë këtësimi që ne kanë dosën, s'kam ty një herë kash bukur në jetën teme. Ka kënë shumë eksperiencë jashtëzakonshme e të mrekullueshme. Shumë knaqësi me u këtu me mamen. Për mu nuk është hera parë që vej në Norvegji, është e pesta. Dhe sa herë që vej në Norvegji, një dëshirë, një nostalgji nga gjithë shka që shaf këto. Me bandën unë jemi shumë mirë, jena me fatë që jena me këtë bandë ka që të mrekullueshëm, falë pake që e përshnesin, dhe këstëriot facin, e përshnet shumë, se nuk ka motivu, më ka dhënë një mbështetje jashtëzakonisht madhe. Desha të flas pak edhe për teatrin social. Aty do të pyesja se ti kishe barën më të madhe, ë? Kisha barën më të madhe në fakt. Ja dola se kisha se po ecë, shqyr që ja dola, edhe uroj që publiku ka me t'i kënaqur me ata që na kanë. Ti ishe krejt e qetë, nuk e ke ngatru fare, gjithë pasion ke interpretuar, sa gjë e bukur ishte. Po, shumë gjë e bukur. Kja është hera parë për ne që aktorojmë, orë që postit e funit, dhe është hera parë për mu që baj rolin e komandantes, ti pak qenet vëmendje si fije. Fundi dramës, njerëzit fillun edhe erdhen sot ato zemra që i kishin në tavolinë, u dha në dorë në skenë. Për mua ajo ishte fantastike, si do duk ty? Më duk një solidaritet shumë i madh. Dhe do të thosha gjithëve që të kenë pak solidaritet për gjithë personat që janë me aftësi ndryshe, që t'i mbështesin dhe t'i përkrojnë. Pjesa më të madhe njerëzit e kanë këtë opinionin që nënat bëjnë sakrificë jashtëzakonshme. Është e vërtet, ku qëndron sakrifica që bën ju për fëmijë, që ta kuptojnë gjithë rishikuesit vështirësinë? Sakrifica kushton se shkojmë gjithkund mas tyne, mi u bë shefin, mos mi lënë në shtëpi, se po e lë fëmijën në shtëpi kur që janë me këta aftësi kufizum, ata lodhen edhe më tepër. Pra bëjnë mirë këto daljet e erëpashershme, bile janë në dalje që dhe çdo kush do e dëshiron që të vinte në Norvegji. Mirë bën dalje se shkallësohen më shumë. Është lidhje e fortë, e shoqëron kudo, apo jo? Po gjithkund. Po marr një opinion për motë, si të duku thimi? Shumë mirë. Ti u veshe me uniforme dhe qëndrove aty te banda. Si u ndjeve aty kur ishe e ulur? Kur pe gjithë atë publik përballë? Shumë bukur. Larajnë çik shi, të prishi punë? Ja. Ti nuk u mbylle brenda prej shiut? Ja. Çfarë vure reti gjatë tyre ditëve tek motra? Për një herë është një gëzim i madh, se është hera parë që vim këtu.
edhe ma lumëturi ma të madhe kam pas kur Kastriot Fati i ka vu medaljonin të gjaketa. Ajo ka kënd ma lumëturi ku zdi me e përshku. Janë shumë mjekpritës, janë shumë dashtën, unë mrekullova në të stadiumi që dhanin koncertin këta, u qunen kam, tu i duar të rukit, një entuziazm që nuk ishte e pa përshkru. E dona jesh shumë e mirë, si e ke kaluar një, si të duk ju thimë? Udhëtimi ka kalu shumë mirë, i nahnaq, ka rënë pak me shi. Do vish prap nëse do vinë këta të tjerë, do vish ti prap? Po, vi prap, një të nërë. Me jetë gjatësinë e bandës, sinqerisht, si çdo gjë tjetër në këtë botë, në këtë shoqëri, edhe ne kemi sfida dhe shpesh herë pyes veten tash që kapë moshën 20 vjeçare, a do të njitemi më lart apo do të kemi një rënje. Kjo është një dilemë e cila mu më vjen shpesh herë në pozitë jo fort komode, sepse duke qenë në krye të kësaj bande për 20 vitesh, duke e marrë atë nga zeroja, bashkë me shokë dhe me miq, kuptohet edhe me kontributin e gjithë secilit, duke e çuar në këtë pikë, tash është edhe sfidat janë edhe më të forta. Ndaj gjej rastin edhe t'i bëj thirrje gjithë biznesmenëve Shkodran, gjithë ardhashëve Shkodran, pushtetit lokal, pushtetit qendror, ta majmë këtë pemë që kena mjallë në Shkodër, që i kallan frytet e veta, ta majmë edhe të kujdesimi për të, sepse nuk është ma thjesht çështje e një ego të organizatës të dorë ose një projektit që ne së bashku me Falk Baka kemi filluar pikërisht 20 vjet më parë, por është një sfidë e përbashkët. Ndaj ju lutem na ndihmoni që të vazhdojmë jetën kulturore, ta prezantojmë Shkodrën sa më mirë, por edhe të prezantojmë edhe përfshirjen sociale si e vetmja mënyrë për një shoqëri sa më të mirë dhe më të barabartë. Disa orë të shpenguar do i kalojmë në qytetin Lehamër, tashmë në rolin e një turisti që pas i largohet, mendon të marrë ndonjë dhuratë të vogël për të afërmit e tij nga ky vend. Përgatitet për këtë aktivitet, do të thonë kanë nisë paktën që nga shkurti, kena përcaktuar pak a shumë programin se çfarë do luajmë. Provat janë bërë prova intensive 2 herë në javë, plus që 3 javëshin e fundit na kena realizuar gati për ditë prova me këta, kur është kanë mundësia edhe për tyne normalisht, sepse të ditë mundësitë e tyne. Jena mundu me bë një punë bëja voluminoze me ta, frutet u lanë më së mirit. Pjesë të janë kanë të larmishme, edhe publiku i mirëprit edhe kënaqur bashkë me ne. Banda ka shku një nivel të mrekullueshëm, atje që kena bërë performancën, ne kemi bërë 85% të gjithë programit, ka kanë program komplet i ri, ka kanë në koncertet, në shfaqjet më të mira të gjithë atij festivalit. Këto fëmijë kanë bërë një performancë kaq të mrekullueshme, saqë asnjëherë si kam në këtë lloj tingëllimit bandën. Ta kanë marrë një edukat punë të mrekullueshëm, se ne na bë pothuajse komplet një familje e përbashkët, dhe këto janë personat të cilët kanë lënë kaq shumë për këtë bandë, sa s'ka si bandë. Në bandën tonë pika më e fortë është sepse çdo pjesëtar i bandët nuk është asnjë profesionist, pra dhe janë të gjithë të barabartë. Pra nuk kanë ka dashdotë, nuk kanë pas nevojë për të marrë elemente nga jashtë për me bë performancën ose me arrit performancën në atë nivel që duhet. Pra çdo gjë arritën është arritur nga puna e këtyre fëmijë që siç e pato edhe luajnë nga fëmia. E kanë ndjenjën e ritmit apo në mënyrë mekanike mësojnë notat? Po, në fatikisht ku i kena marrë në përherë parë, ma përpara kam shikju se a janë ritmikisht mirë këto fëmijë. Dhe personet të cilët kanë mirë ritmikisht dhe me një organizëm të mirë frymet, i kem marrë vetëm për me lujt me begël frymet. Këto janë shumë fëmijë të talentuar, sa që ja ka falë Zoti talentin dhe kanë lanë mrekullina në këtë. Sa që të gjithë publiku ka me në kam, ma tepër se sa 12 minuta, falë vizvanit me këtë lloj performance që kena lanë në këtë festival. Unë i kam ba edhe mira, edhe me kënu, që përpara edhe kanë edhe bilbëdzu, nuk jashtë marrë vesh fjallën, dhe sa sot ato me bas kangë që kanë kënu, ata kënojnë bukur, kënojnë mirë, i qesin fjallë kjartë, i qesin fjallë mirë, dhe ka një zhvillim të mrekullueshëm.
si të duke ardhja në Norvegji? Më jep një konkluzion. Fantastike, edhe mbrëmja ishte shumë e bukur. Edhe mbrëmja që me ta në grupi që ishim vetëm grupi Vëdor Albania, ishte fantastike. Po kënaqem. Ke kërcyer, më pëlqeu ajo zonja që të sillej rrumullak dhe ti janë baje shumë mirë duar. Që të rrotulloj, sa bukur? Faleminderit. Çfarë mendova atë moment? Mendova një mikpritje shumë të mirë. Na nuk na bënë fort dëllimit. Ti kishe ndoshta pak vështirësi në lëvizje sepse duhet tërkon karroca. Si ka funksionu transporti jot këtu? Si funksionon? Transporti me nimin e profesorëve, kastriotit, fëmijë kastriotit, se ne na mësuat gjithmonë, ne na bën një familje, edhe i thrasim gjithë me emra. Po burari çunat që të ndihmonin, a? Po, edhe çunat, edhe vëllezërit, edhe monstrat tonë në kena kënë barabat, nuk kena pas fornishin. Pra është të fryma që ne të ndihmojmë njëri tjetrin, a? Sepse shoh që nuk ishte njëti person që të shtynte, por ishin Jo, ishte Bedari, Romarioja, Leonard, Maria, apo Freimi, Fredi, edhe Fredi, sa kishte mundësi rrita afër, sa i miri, e batat e bashim gjithë secili nga i vjen kontributin e tyre. E bashim me gjithë zemër. E falenderoj shumë edhe Baprokun, që më shgjin gjithë punë çdo hap afër, nuk palas një herë vetëm. Pra i kishte edhe vajzën e vet Julian, por u kujdes edhe për ty një herësh. Shumë. E falenderoj shumë. Të gjithë i falenderoj, por vajzën ti Baprokun. Okej. Knatësia është edhe vështirësia, janë të dyja të lidhuna bashkë. Unë e jashtëzakonshme, ka qenë edhe një nder i madh. Ftesa që na kanë bërë, trajtimi i jashtëzakonshëm që na kanë bërë, sepse kjo është shtresa që kërkon dashni. Nuk ka nevojë për gjëra të ndryshme. Po ke Zotin përmban dashni, ke dhënë tana. Ty shkëmbyj eksperiencën, fiton diçka. Edhe në fitojmë prej norvegjezve, edhe norvegjez. Sa për djeni, kur është hap kjo bandë, ne nuk e kena di që fëmijët tonë të s'keni përparim të tillë. Nuk është vetëm banda, nuk është vetëm muzikë. Fëmijët gjejnë vetveten këtë. Afrohen me njëri tjetrin që me kanë vëllezën e motra. Po ashtu edhe na si prind afrohena me njëri tjetrin, shkëmbejmë në eksperiencë. Marrim të mirat. Juri, do donim dhe opinionin tënd, si ke kaluar një herë? Atë ka pëlqyer ky udhtim, si të është dukur? Sa jek më atë? Po, e nashme. Ka pëlqyer jam të nashme. Ai nashme bën në pronë, e në Po për të banda. Është është një kohë e pa llogaritshme, e pa lodhshme. Për me afsu, për me deri këtu punë. Dashamirësia norvegjezve këtu tregohet në çdo moment duke thyer totalisht paragjykimet tona që kishin përgjithsisht për nordikët. Ishte planifikuar më herët një vizitë në shtëpinë e Falk Bake, norvegjezit human e shpirt mirë që i dha jetë bandës dhe dorë, duke qenë pikërisht ideja e tij në ngritjen e saj. Dhe prej 20 vitesh e ka mbështetur atë në rrugtimin e vështirë. E ndërsa presim të përballemi me ndonjë vilë, kuptojmë se ai jeton me bashorten, si dy norvegjezë të thjeshtë, në një apartament në periferi të qytetit. How are you? Very well. Hello. Hello. Coseta. Hello, Lee. Hello. Hi. Nice to meet you. So this is something for you in the name of all of us. Thank you. No, it's a pleasure. It's a pleasure. Thank you too. Your apartment is so full of lights. And full of light. Yeah.
Çfarë bë domate si më kuptoj. Yeah, very nice weather. All with good taste. Okay. So It's raining too. Yeah, It's raining. Zonja Liv, të bashortja e Falkut, na pret me një përzemërsi të madhe. Mes të tjerave, ajo është një anvise shkëlqyer. First, yeah. ice cream. We take the ice cream. Në verandën e shtëpisë, dielli ka pushtuar çdo cep të saj. Ne e kemi thënë dhe më herët mungesën e dritës për 6 muaj në këtë vend, por dhe prezencën e saj për 6 muajt e tjerë të vitit. Në mur qëndron kjo foto kaq e bukur e Elizabetës, fëmijës së tyre të vetme, që e humbën kohë më parë. Historinë e saj ne e rrëfyem në emisionin e kaluar dhe nuk duam të shtojmë notat e trishtimit sonte. Por le të qëndrojmë me këtë miqësi të sinqertë, e lindur kohë më parë dhe që vitet e kanë forcuar më shumë. Mikpritja është admirueshme dhe me bujarinë që e karakterizon ka përgatitur mjaft ëmbëlsira të shijshme që na bëjnë të ndihemi shumë mirë. Ajo nuk ka ardhur asnjëherë në Shkodër dhe ne këmbgulim që në një nga udhëtimet e Falkut ajo duhet të vi patjetër. Është kurreshtare për qytetin tonë, tashmë që dhe rrethi miqve nga Shkodra zgjeruar. Po ashtu bisedat me nënkryetaren e Bashkisë Shkodër, zonjës Teuta Qyteza, bëhen akoma më nxitse për këtë. Në shtator Banda dhe Dorë do fesoj edhe 20 vjetorin e saj në qytetin ku u krijua, në Shkodër, dhe pritet që ky të jetë kthimi i vizitës së radhës të miqve tanë norvegjez. Një ngjarje e shënuar kjo, për të cilën organizatorët kanë nisur planifikimet që herët. E kjo temë do të merrte një pjesë konsiderueshme të bisedave gjatë darkës së fundit mes grupit tonë dhe miqve norvegjez. Të gjithë shijojnë picat e mrekullueshme norvegjeze dhe në tavolinën tonë hidhet një ide e bukur, cilat janë përshtypjet e qëndrimit tonë në Norvegji, por dhe ato vetë të norvegjeze. Zuar. Trupa juaj sillet aq mirë me njëri tjetrin, ata kujdesen për njëri tjetrin. Kjo është diçka shumë e veçantë që ndikon në mbarvajtjen e grupit. Kështu që unë po ju them një urim, shpresoj të shihemi sërish në shtator, do të vi në Shkodër, mënyra se si po bashkëpunojmë së bashku, po na çon në cilësinë e jetës sime shumë lart. Po ashtu opinione dhanë edhe miqtë e tjerë përfaqësues të Rotary Club, Lillehammer. I participated last year also on a trip to Shkodër in Albania and then I come back. Unë kam marrë pjesë vitin e kaluar në udhëtimin në Shqipëri. Edhe në udhëtimin e fundit që isha aty, u ktheva me mendimin se si mund ta ndërthurim punën edhe me klubin Rotary në Lillehammer. Ne kemi patur një traditë dhe kemi ende për të mbështetur projektet jashtë vendit. Filluam të diskutojmë me Falkun dhe menduam se si mund të bënim një projekt. Ai na prezantoi trupën muzikore dhe ne planifikuam të merrnim Rotaryn për t'i bërë një vizitë. Ky udhëtim u realizua dhe jemi shumë të kënaqur. Unë shpresoj që ky udhëtim me antarët e klubit Rotary në Shqipëri të ngjallë dhe një interesim të antarëve të tjerë të Rotaryt. Planifikojmë që në vitin 2026 në maj një udhëtim të ardhshëm. Rotary është një organizatë internacionale. Menjëherë sa po jam kthyer nga udhëtimi në Shqipëri, kontaktova me revistën tonë që e prodhojmë këtu, shpreha dëshirën të shkruaja për udhëtimin dhe kjo ndikon në promovim. Në fillim të muajit korrik, ne do të kemi këtë publikim,
të internet dhe ku do të paraqiten detajet e udhëtimit në Shqipëri. Referee in this internet. Okay. Well done. Një eksperiencë e jashtëzakonshme qëndrimi në Norvegji. Ne mund të kemi mundësi të tjera, pse jo, dhe për ta bërë turizmin në këtë vend, por rasti ynë ishte tetë i veçantë. Ne kishim një mision për të përmbushur, jo thjesht përfaqësimi digjitoz në një festival, por qëndrimi afër i njerëzve që shpërndajnë pozitivitet, humanizëm. Në këtë botë secili ka rëndësinë e tij. Mund të kontribuojë nëse vijon të përpiqet, por ajo që dominon janë marrëdhëniet e sinqerta miqësore, forca e dashurisë e vë botën në lëvizje. Le të mos humbas vlera e saj.